Një mbrëmje në teatr, komedia që solli një mbrëmje ndryshe për publikun fjerak. Një shfaqje që vendos në sken 4 personazhe të ulur për të ndjekur Hamletin, por që përfshihen në një sër komentesh e situatash komike. Në vend që të ndjekin dramën klasike, ata fillojnë të diskutojnë për aktorët, skenografinë dhe shfaqjen, duke nxjerrë në pa tensione dhe keq kuptime në marrëdhëniet e tyre. Roli im në këtë shfaqje është personazhi i Stendit, është një djalë që është personazh stereotipik i tipit që shikon futboll dhe nuk shikon teatr, nuk e ka mendjen për të parë teatr, nuk është i angazhuar për të parë teatr, nuk e ka dëshirën aty, po e ka sjell bashkëshortja me zorë në teatr dhe aty e shef që nuk është në terrenin e vet dhe fillon të përpiqet që të shkojnë drejt terrenit vet, po është vendi i gabuar. Është një komedi shumë e fortë, do të ketë shumë të qeshura, shpresoj. Dhe në të njëjtën kohë shumë e bukur që mezi presim ta luajmë dhe mezi presim të shohim feedbackun e publikut. Shfaqja e drejtuar nga regjizori Giuliano Brisku i jep publikut mundësinë të shohë veten në pasqyrën e teatrit, aty ku të fshehtat, zënkat dhe të pathënat shpalosen me humor dhe ironi. Aktori Ervin Çuli rrëfen përvojën e tij në këtë produksion dhe marrëdhëniet e ndërtuara me kolegët në sken. Kjo është një shfaqje e cila është një teatr brenda teatrit, quhet janë 4 personazhe të cilët shohin një shfaqje. Dhe si që ndodhën publikun tonë nga njerë vjetë në shfaqje, për mos parë shfaqje, për të bërë muhabet. Do me thënë është një lloj mesazhi që njerëzit duhet vjetë të shijojnë teatrin. Ne me 4 personazhe që shkojmë Hamletin, ai është i vetmi personazh i cili e njeh Hamletin, njeh Shakespeare-in, njeh Theprën, e dashuron teatrin, apo të shikoni këtu është I love theater, që unë kam të shkruar. Kurse 3 personazhet e tjerë janë 3 personazhe të cilët i përkasin një botë kulturore pak të një niveli të mesëm, që nuk pare kanë qef teatrin, po vinë teatr për të dukur. Dhe ky është kontrasti dhe konflikti që zhvillohet në vepër. Mes aktorëve, Olta Daku ndan emocionet dhe sfidat e përballjes me publikun e Fierit, duke vënë në dukje se çdo shfaqje sjell një energji të veçantë. Jam shumë e lumtur që jam përsëri në Fier, është një qytet që dua shumë, është disa të herë që vi për shfaqje dhe gjej gjithmonë një spektator të mrekullueshëm. Sot është premier, jemi të gjithë me emocione, shpresoj që shfaqja të pëlqejë, është një shfaqje punuar me shumë dashuri. Sidomos nga regjizori Giuliano Brisku, të cilin gjej ta uroj dhe t'i uroj suksese të mëtejshme në rrugën e gjatë dhe të vështirë që ai ka përpara, dhe me kolegët e mi të mrekullueshëm, Ervin Çuli, Rudina Dembacaj dhe Bez Vitraku. Shpresoj të ndjeheni kaq mirë sa që ndjehemi ne. Në komedinë Një mbrëmje në teatr, aktorët Olta Daku, Ervin Çuli, Rudina Dembacaj dhe Besmir Vitraku krijuan një atmosferë të ngrohtë dhe plot të qeshura. Në regjinë e Giuliano Briskut, kostumografia realizuar nga Despina Cani e kompleton këtë shfaqje, që për publikun e Fierit solli më shumë se sa thjesht argëtim, reflektim dhe dashuri për teatrin.